Të nderuar shikuesi, me përsëri së bashku drejt për së drejti nga stadiumi Loro Boriqi i Shkodrës, është mbytur pjesa e parë me fitoren e Vllaznisë 2-1. Kam këtu pranë Lazar Matin, një më shumë të njohur në drejtimin e futbollit të femrave, 12 herë radhës i kampion e Shqipërisë dhe kandidat për titullin e 13. Por po flasim për ndeshjen e sotme Vllaznia Byllis Matia, 2-1 pjesa e parë. Mendoj që ishte një ndeshje, sidomos pjesa e parë, thënë ndeshje e bukur, lojë e bukur. Me gola, lojë hapun, ndoshta e ndikuar edhe për rezultatit të ndeshjes parë në Ballë, sepse ekipi jonë fitoi ndeshjen e parë. Mendoj që ishte i lirshëm ekipi jonë, i dha mundësi edhe stafit që të bëjnë rotacion me një pjesë të mirë lojtarëve, që t'i kenë freskët edhe të provojnë edhe këta lojtarë që kanë marrë formën sportive ose kanë ardhur për dëndime. Kështu që mendoj që është një pjesë e parë që i shërbeu jo vetëm rezultat, por edhe në lojë ekipit tonë, sepse jemi në avantazhin 2 gola dhe fitoria normalisht jep siguri edhe në lojë, por jep mundësi edhe lojtarëve që ta aktivizohen e të jenë sa më shumë lojtarë të gatshëm për ndeshjet e kampionatit. Megjithatë, Byllusi reagoi, arriti ta barazojë përkohësisht rezultatin. Po nuk ka një rezultat i tillë, nuk ka se çapet edhe çdo ekip, edhe Ballëshi, sepse vetë rezultati i ndeshjes parë të jep me kuptuar që nuk është çdo gjë e mbyllur, çdo gjë ishte e hapur, por mendoj me shënimin e golit ekipi jonë u liru, pavarësisht se një gol mendoj në kundërshtim, një gol aksidental, madje për sa gol lojët, por gjithsesi loja mendoj pjesa e parë dominu nga ekipi jonë. Edhe pse kishte shumë ndërhyjme ose ndryshime në formacion nga ndeshjet e më përparshme të kampionatit. Si parashikon të gjithë ndeshjen do të mbyllet me kohë të rregullt? Po patjetër, mendoj që diferenca që ka ekipi jonë me ekipin e Ballësit dhe objektivat që ka ekipi jonë me Ballësin janë të kundërta, nuk janë të njëjta, nuk është objektivi ndoshta i Ballësit kupa jo se ne vlerëson, por Vllaznia është shprehur dhe është e deklaruar që lufton dy frontet, edhe rezultati po edhe loja na jep drejt që ekipi të kualifikohet pavarësisht për turin tjetër dhe të përgatitet për javën e fundit të fazës së tretë. Matia, kemi thënë vazhdimisht dhe opinioni është mirë informuar, ju as drejtimit të futbollit të Vllaznisë për femra jeni shumë pranë ekipit të parë të Superligës në futboll për krah kolegu ty Alban Xhaferi. Pra jeni informuar për gjithçka brenda kampit këtë blu. Është kjo Vllaznia tashmë e konsoliduar për titull, për psellë dhe për kupën e Shqipërisë? Ne flasim për ata çështje edhe çka kena pa, normalisht që duke pas parasysh ekipi është vendin e parë, duke pa dhe rezultatet, lojën bjen se ekipi në rritje në mënyrë të vazhdueshme, ekipi që ka shënuar më shumë gola, ekipi që ka balanca në lojën mbrojtëse me atë sulmuese, por edhe kontingjentin që ka ekipi jonë na jep të drejtë që ky ekip është ekipi ndoshta më i kompletuar i viteve të fundit të Vllaznisë, me lojën që ka treguar edhe me rezultatet që ka. Mendoj edhe jemi në rrugën e duhur, por asgjë s'ka përfunduar, jemi në vendin e parë me një diferencë për 5 pikë. Nuk janë shumë pak për objektivat që ka ekipi jonë. Duhet vlerësuar tani ndeshjet sipas radhës, nuk duhet menduar për titullin e kampionit, duhet menduar për ndeshjen e radhës dhe të bëjnë mirë çdo ndeshje sepse faza 4 është faza përmbysese. Shumë ekipe ndoshta ose disa prej ekipeve arrin objektiva, dalin për objektivave. Mund të ketë kompromise, mund të ketë kalkulime të ndeshjeve, kështu që Vllaznia duhet të përgatitet edhe nga sulmet e ndryshme edhe nga kombinimet e ndryshme të ndeshjeve, sepse duhet thënë edhe duhet ditë që Vllaznia nuk ka asnjëherë aleat, asnjë ekip ka aleat vetëm futbollin, ka tifozat, ka mbështetësit e vet, kështu që këta janë armë më të forta dhe këto do t'i përdorim Vllaznia në vazhdimsi. Ta mbyllim me futbollin e femrave. Kombëtarja e Shqipërisë pasditën e djeshme fitoi në transfert me marrjen e zi në stadiumin Nikšićit me rezultatin 1-2, një sukses i merituar edhe për trajnerin shkodran Armir Grima, por kryesisht edhe për kapitenin e Vllaznisë dhe të kombëtares Mige Doçi që shënoi dopje të këtë ndeshje. Patjetër ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për kombëtarin tonë. Luajnë për eliminatorët e kampionatit botëror, janë 4 skuadra në grup bashkë me Malin e Zi, Oesin dhe Çekin. Realisht ekipi jonë kombëtar ka bërë mirë sepse është në ligën B në futbollin e femrave, është një ligë ku marrin pjesë ekipet e mira të Evropës, por me rezultatet që ka treguar, me performancën në vite futbolli i kombëtarës tonë të femrave, na ka bërë kënaqësi patjetër që edhe zona fillën ose edhe mbështetjen kryesore për vitesh ky ekip e ka pas te Vllaznia, pavarësisht se këtë ndeshje nuk ka një numër të madh lojtarësh nga Vllaznia,
po janë ish lojtarët e Vllaznisë që pothuajse gjitha janë që kanë luajtur futboll në Shkodër, kanë kontribuar për Vllaznin, sot lozin ekipet ndryshe për përfaqësojnë kombëtarët e Shqipërisë. Ishte një fitore shumë e vështirë mendoj dje me ekipin e Malit Zi. Ju ishit prezent në Po isha prezent në Nikšić, një fitore më thonë merituar nga ajo që u paraqit në fushën e lojës, po më ishte situata nuk rrjedhën mirë për ekipin tonë, sepse në fillimin e pjesës së dytë kësaj gol, por fal karakterit dhe dëshirës që disa prej vajzave kryesore, sidomos të kapitenit që zgjidhej ajo në ishin, bashkë me disa lojtarë tjerë titullarë, e bani që ekipi jonë të fitojnë, por kjo fitore normalisht e motivon ekipin, i shërben mjaft mirë për ndeshjen e ardhshme që është ditën e shtunë po këtu në stadiumin Lorveriçi me ekipin kombëtar të Çekisë, po. Kështu që gjejmë edhe rastin që t'ju bëj thirrje gjithë tifozave që vinë ta mbështesin ekipin kombëtar të vajzave sepse ka nevojë në këtë ndeshje çdo ndeshje, por këtë ndeshje veçanërisht që vinë pas suksesin me përfaqësuesin e Malit Zi, ta mbështesim që ky ekip të bëjnë performancën sa më të mirë dhe të shkojnë drejt një rezultati pozitiv, sepse ashtu siç që mbështetet e futbolli meshkull në Shkodër ka treguar që ka shumë tifozë futbolli vajzave, ka shumë mbështetje edhe kombëtare, jo vllaznia, por është momenti i duhur që ditën e shtunore në 18 stadiumin Lorveriçit ketë sa më shumë tifoza, të mbështesin këto vajza sepse meritojnë gjatë tillë. Matia, faleminderit, të nderuar shikues, ishim me Lazar Matin, presidentin, mund të themi shumë të suksesshëm të futbollit të femrave, fituesi 12 titullave kampion dhe kandidat për titullin e 13. Analizoi pjesën e parë të ndeshjes futbollit Kupa Shqipërisë, takimi kthimi çerkfinal Vllaznia është avantazh 2-1 dhe mbyllim me futbollin e femrave me suksesin e ekipit Kuçezi që fitoi në Malin e Zi në transfert 2-1 dhe thirrja që bëri Matia po e përsëris sot ditën e shtunë në këtë stadium në orën 18 luhet Shqipëri-Çeki. Vajzat shqiptare të futbollit kanë nevojë për përkraje. Faleminderit.